Një kërkesë, një ftesë qytetarëve shqiptarë për protestë masive me datë 24 janar. Çfarë pritet të ndodhë në atë datë? Nisin protestat e opozitës, do jetë vazhdueshme, si është programuar dhe si është agenda? Atëherë, sot që ne flasim, jemi ende herët për të definuar, le të themi, të gjithë kornizën e këtij aksioni politik që do të jetë në datë 24. Ajo çka unë mund t'ju them është ajo që nuk do të ndodhë, ajo që parashikon dhe ajo që pompon çdo ditë mediatikisht propaganda e qeverisë. Me krye Carlo Bolinon, një gazetar i keq përdorur dhe i keq paguar dhe një kamikaz mediatik, mirë paguar. Politik, i keq paguar, në fakt keni drejt ju, i mirë paguar, i shumë paguar dhe i mbushur me para, por i keq përdorur në thelb dhe i keq trajtuar nga kjo mazhorancë, i cili çdo ditë në mejhanen e tij njofton për dhunë, për aksione imagjinare dhune, për një përsëritje të skenareve të dhunshme para kryeministrisë etj, ku ju i keni parë që këto nuk ka ndodhur në asnjë protestë Partisë Demokratike, edhe pse ka një kërkesë të jashtëzakonshme popullore për të ndodhur kjo gjë. Në fund të ditës ne jemi një forcë politike demokratike, jemi një vend antar i NATO-s, jemi një forcë politike e përgjegjshme dhe ne nuk çojmë mish për top asnjë qytetar, por pa diskutim qytetarët udhëheqin aksionin. Pra, gjithçka që ndodh në datë 24 janar do të jetë një skenar i cili do të udhëhiqet nga qytetarët që do të vinë, do janë të lirë të ndjekin çdo lloj agjende me cilën ata vinë në shesh, por ajo që Partia Demokratike i premton është që 24 janari nuk është kapitulli i fundit. Çfarë do të thotë? Nuk mbaron. Është thjesht një kapitull, do të njoftohet, besoj mbase brenda asaj dite do të njoftohet edhe protesta e radhës dhe ky aksion nuk ndalet. Ky aksion ndalet vetëm me largimin e Edi Ramës. Nuk ka rrugë tjetër. Ne nuk kemi as edhe një vlerë për sa kohë nuk i përgjigjemi reagimit dhe temperaturës popullore. Unë sot jam deputet i Kuvendit të Shqipërisë dhe jam i përjashtuar deri në mars, Bledis bashkë me 5 kolegë të tjerë, nga Edi Rama për të marrë pjesë në punimet e parlamentit. Edhe kur jemi në parlament, nuk kemi drejt fjale. Interpelancë nuk kemi drejt. Komisioni hetimori që na jep atributet kushtetuta nuk kemi drejt. Të dëgjoj më të bukurën, të drejtën e fjalës nuk e kemi. Të drejtën për të drejtuar pyetje institucioneve që vinë dhe raportojnë në kuvend nuk e kemi. Dhe pasi ndodhin gjitha këto mohimi drejtave dhe irregullores, shkelmimi i rregullores dhe shkelmimi i kushtetutës edhe në raport me deputetët, Edi Rama ka dalë dje në media dhe ka thënë që ti ndërpritet koha opozitës, është opozita që merr më shumë kohë në parlament në raport me vendet e Bashkimit Evropian dhe të ndalohen sjelljet rrugaqërore. Domethënë ky që ndërsyn Gardën e Republikës si bandit për të penguar dhe për të goditur deputetët, ky flet për sjellje rrugaqërore. Ky individ që është simboli sinonimi i fjalës rrugaç në fjalorin shqip. Kështu që thënë këtë, edhe misioni ynë si deputet është i kotë në sallën e parlamentit për sa kohë nuk respektohet kushtetuta dhe ligji për deputetët. Imagjino çfarë ndodh qytetarit zakonshëm që po na ndjek tani dhe që thotë që un kam një biznes të vogël, un kam një legalizim për të bërë, un kam një banesë për të riparuar, un kam një nevojë imediate familjare për ta zgjidhur dhe që nuk e zgjidhen dot. Mos të rënd një hall në një spital apo një hall shëndetësor në familje, në një familje normale shqiptare, sepse i bie të zhytesh në borxh për të shpëtuar apo për të zgjidhur problemin shëndetësor me familjarin që ke, nëse do e kesh atë fat. Dhe mos harro që këtu po flasim për një vend në cilin kryeministri ka ardhur në krye të qeverisë me premtimin shëndetësia falas, të dalë një shqiptar i vetëm, një në këto 13 vite që ka marrë shërbim shëndetësor falas. Të dalë një shqiptar dhe të thotë që po premtimin për legalizimet falas që e bëri Edi Rama në 2013, që tha dhe Enver Hoxha po të çohet nga varri, unë nuk e ha fjalën time, të dali dhe tot pomor, mua më është bërë legalizimi falas. Këto janë mashtrime që i është pirë ujë tashmë këtyre mashtrimeve dhe që propaganda vazhdon t'i pompoj gjatë gjithë kohës, propaganda qeverise, por që janë bërë aq bajate sa tashmë janë të neveritur edhe socialistët apo qytetarët e pa interesuar fare, sepse e vuajnë për ditën kurriz, Bledi. Kaq e thjeshtë. Edhe diçka të fundit, ju kërkoni ndërheqjen e kryeministrit, qeveri teknike, gjithashtu edhe përgatitjen e vendit për zgjedhje para në kryeministër, zgjedhje të lira, pasi ky është edhe objektivi i Partisë Demokratike, qytetarët votojnë të lirë. Si do bëni të mundur largimin e Ramës, pasi Rama besoj nuk do që të lëshoj pushtet. E ka provuar me çdo lloj mënyre, ju kujtoj 2019-ën, kur opozita refuzoi që të marrë pjesë në zgjedhjet vendore dhe mori 61 bashki
e Shkodrës u kap nga dekriminalizimi dhe i ulën në 60. Për fatin e PD-s. Ke drejt Bledi për pyetjen, ai e do pushtetin me çdo kusht. Patjetër, sepse nëse ai lëm pushtetin, ai përfundon në burg dhe do të shkojë më keq se Erion Velia apo Belinda Balluku, këto e kam bindje. Pra, edhe të keqpërdorurit e tij, edhe mashat e tij, edhe kamikazët e tij, ku shquajnë një dyshe e pandar, motor e vlla, Erion Veliaj dhe Belinda Balluku, sigurisht të gjitha veprat penale që kanë kryer, të gjitha vjedhjet që kanë kryer, i kanë kryer ose me direktiv, ose nën regjin dhe kontrollin dhe miratimin e Edi Ramës. Dhe sigurisht nëse ka shkuar Erion Veliaj në burg dhe nëse do t'i bashkohet Belinda Balluku në burg së shpejti, kjo nuk do të thotë që Edi Rama do të shpëtojë. Edi Rama thjesht problem pa kohë. Sa ti bjerë dhe Angela Gaçi, ti bjerin dhe gjithë bashkëpunëtorët e tij me radhë. Por fundi i Edi Ramës pa diskutim është i njëjtë me të keqpërdorurit e tij, me Erion Veliajin e kompanisë. Pasi keni bërë edhe deklarata nga ambient dyrët e spagut vetë. Me bindje të plot. Me bindje të plot dhe i qëndroi gjithë deklaratave që kanë bërë. Dhe kopshit i tij privat Akshi nis dhe përfundon në shtëpinë dhe në familjen e Edi Ramës. Pa diskutim të e di Edi Rama shumë mirë, që aty përfshihen Ekoparku dhe këtë drejt dhe Akshi, të dyja janë afera drejt për drejt të lidhura me familjen e Edi Ramës dhe drejt për drejt lidhura me firmën e Edi Ramës. Është Edi Rama vetë. Por, thelbi është ky, Edi Rama sot kacaviret pas karrigës, e mban me thonjë pushtetin për shkak se në momentin që do të ketë një largim të tij nga pozicioni i kryeministrit, Edi Ramën e pret drejtësia për ta goditur për gjithë padrejtësitë që i ka bërë qytetarëve shqiptarë dhe jo vetëm, se nuk janë shkeljet ligjore vetëm në Shqipëri. Janë edhe në Amerikë, ku mos harroni krenarinë e SBA-ve, FBI-n, ka arritur një kryeministër dhe një politikan si Edi Rama të korruptojë kryeagentin e kundër zbulimit të FBI-s së New Yorkut, që është miku i ngushtë i Edi Ramës, Charles McGonigal, që është armiku personal i presidentit Trump, i deklaruar dhe nga presidenti Trump. Kështu që kur ne i dim këto dhe ta garantoj që ne dim si publik, si politikan, si qytetar, ne dim vetëm majën e icebergut. Edi Rama e di mirë se çka bërë. Dhe Edi Rama e di që e presin prangat, e pret burgu. Dhe kjo është arsyeja që ai e mban me dhunë dhe me çdo kush pushtetin për të fituar dhe më shumë kohë. Por është thjesht çështje kohe, ky është një fakt i mbyllur dhe që do të ndodhë dhe është një kapitull i mbyllur. Unë jam i bindur që 24 janari do të jetë një protestë shumë e fortë, do të jetë një protestë që do të ketë një mesazh shumë të qartë politik, me një pjesëmarrje shumë të mirë, ftoj edhe një herë çdo qytetar të